Hajde vinë. Zamën e tamë. Faleminderit shumë për mikpritjen. Na më bëni një reformë përgjithshme të pensioneve në Kosovë, në këtë mandatin që vjen. Mas tyne tash na nuk dojmë kur rritet ekonomia me mojt veç për shtet, po me shpërndajmë popullsi, e kur të shpërndajmë popullsi e dim që prioritet duhet me pas nonat, lehona, fëmija, pleqt edhe studentat. Edhe unë ty. Punëtorët e tij priti krer institucionesh përfaqësues politik, diplomat dhe mysafir të shumt, të cilët përcollën urimet e tyre me rastin e kësaj feste, duke vlerësuar njëkohësisht rolin dhe kontributin e vazhdueshëm të Bashkësisë Islame të Kosovës. Ushtruesja e detyrës së presidentes zonja Albulena Haxhiu theksoi se festa Kurban Bajramit bartë mesazhe të sakrificës, solidaritetit dhe përkushtimit, duke bërë thirrje për unitet, mirëkuptim dhe respekt të ndërsjellë në shoqëri. Ajo vlerësoi gjithashtu mesazhet e Miftiu Tërnava për ndaljen e gjuhës së urrëties dhe përçarjes. Miftiu e dha sot edhe një mesazh dhe më njoftoi që ka pasur një ligjërat në të cilën ka kërkuar që gjuha e urrëties, sulmet, gjuha linquese të ndalohet sepse ajo nuk ka vend në shoqërinë tonë. Prandaj e falenderova edhe për këtë aspekt. Për urime në Bashkësinë Islame qëndroi edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti, i cili tha se Kurban Bajrami është festë që përcjell mesazhin e sakrificës dhe kujtesës për të gjithë ata që kontribuan për lirinë dhe prosperitetin e vendit. Edhe sakrifica është fest, sepse ne i gëzojmë të mirat dhe frytet e atyre të cilët kanë sakrifikuar para nesh dhe kanë mundësuar që ne të kemi liri e prosperitet, para se gjithash dëshmorët e martirët e kombit, ku ne asnjëherë nuk e harrojmë që aty janë edhe 37 imam hoxhallar nga lufta çlirimtare, bardhëse së cilës ishte UÇK-ja.